Liga Demokratike e Kosovës nderon figurën e Dr. Bujar Bukushit si një adhëtar i devotshëm, profesionist shëndetësor, por edhe si një njeri që në ditët më të vështira kur është dashur të dilet në balë të proceseve, ka qenë një ndër protagonistët e angazhimit për liri dhe pavarësi, sidomos në themelimin e Këshillit për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit, por edhe të vetë Ligës Demokratike dhe saj si bashkëpunëtor, edhe si sekretari i parë i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Proceset tjera edhe angazhimet e tij janë të njohura edhe në jetën publike, por edhe në ato profesionale, dhe ne ndajmë dhe ruajmë kujtimin më të mirë për të. Lavdi qoftë.